Dikur kredit merreshin për të blerë një pronë, për të investuar në një biznes ose për të zgjeruar atë. Sot gjithnjë më shumë, qytetarët po i drejtohen mikrokredive për konsum të përditshëm, nga blerja një telefoni deri në pushimet verore. Pavarësisht se aplikimet tashmë janë bërë shumë të thjeshta, ekspertët paralajmërojnë se shumë huamarrës nuk janë të vetëdijshëm për kostot reale që do të paguajnë deri në fund. Nga trendet e ndikuara nga rrjetet sociale, të cilat ju ofrojnë dhe krijojnë mundësi që duhet jetojnë më mirë, po duke menduar për jetuar me borxh. Ky trend absolutisht ka qenë i tillë dhe po shkojnë nga marrja e kredive për të bërë biznes në marrjen e kredive për të plotësuar dëshirat dhe nevojat për konsum të mbijetesës apo të luksit. Kjo edhe duke u reklamuar nga rrjeti i tyre të agjentëve të shitjeve, të cilët kanë interes për të shitur një celular, apo një frigorifer, apo një televizor, dhe këtë ta mundësojnë përmes kredidhënies. Dhe duke u përfshirë kështu në borxh dhe në kredimarrje. Këtu pastaj ka pasur një rreth më të gjerë edhe abuzimi nga agjentët. Të dhënat e fundit të Bankës së Shqipërisë tregojnë se numri i individëve huamarrës në sektorin e mikrokredis ka arritur në 132.797 persona, ndërsa stoku i huave të individëve ka shkuar në 17.4 miliard lek. Pavarësisht shqetësimeve të ekspertëve, sektori i mikrofinancës raporton rritje të vazhdueshme të kërkesës për kredi. Trendi ka qenë në rritje kryesisht nga klientët e mikrobiznesit, biznesit të vogël dhe interesi i madh që ka qenë edhe në sektorin rural. Gjithashtu është financuar edhe individi për arsye të përmirësimeve të kushteve të banesës apo ndonjë kredi të karakterit konsumator gjithashtu. Rol kryesor, siç thatë ju, ka luajtur digitalizimi, i cili gradualisht ka përmirësuar në mënyrë të konsiderueshme procesin e aplikimit për një kredi, duke e bërë atë një proces të thjeshtë, të shpejtë. Vetëm gjatë vitit 2025, sektori ka disbursuar rreth 530 milion euro kredi, ose 24% më shumë krahasuar me vitin 2024. Gjatë 2025-s ne kemi arritur të disbursojmë një volum prej 530 milion eurosh në nivel sektori, i cili ka rezultuar me një rritje rreth 24% krahasuar kjo me vitin 2024. Por çfarë është e rëndësishme për të tekstuar për sektorin e mikrofinancës është që ne në fakt duhet flasim më tepër për numra klientësh se sa për volume. Kjo nga tipologjia e kredive që ne ofrojmë dhe klientët tanë. Aktualisht menaxhohet nga sektori rreth 25% e kërkesës totale që ekziston në treg. Por ekspertët ngrenë shqetësimin se rritja e huamarrjes nuk po shoqërohet me të njëjtin nivel të edukimit financiar. Janë larguar edukimit financiar në vend që t'i afrojnë. Këtu ka faj, kuptohet dhe përgjegjësi, edhe shteti me institucionet e veta përkatëse, edhe vetë institucionet financiare. Dhe unë do thoja, jo vetëm institucionet financiare duhet të kenë kujdes në këtë pikë, por edhe bankat të cilat i kreditojnë këto institucione financiare. Duhet të jemi të kujdesshëm të lexojmë mirë kontratat, të lexojmë mirë kushtet e punës, të pyesim oficerët e kredisë, a ja vlen vërtet, se është vërtet po qasemi që lumturohemi kur marrim kredi pa menduar që ajo duhet shlyer dhe shumë shtrenjtë. Kujtojmë se rreth 3 vite më parë, 3 shoqëri përmbarimore dhe 2 institucione financiare, me ndihmën e një noteri dhe të disa avokatëve, kanë krijuar skemën e shtrëngimit të debitorëve nëpërmjet procesit përmbarimor për marrjen e kredive të reja. Së fundmi, gjykata e posaçme ka rikthyer dosjen në SPAK për rigjykim.